Pas një pauze të vizitave nga përfaqësues të vendeve europiane dhe institucioneve të fuqishme ndërkombëtare, periudhën e fundit Maqedonia e Veriut sërish është vendosur në agjendën e ndërkombëtarëve. Javës që vjen vendin do ta vizitojë presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në kuadër të turit të saj në Ballkanin Perëndimor. Ndalesa e saj në Shkup do të jetë të mërkurën, ndërsa paraprakisht ajo do të vizitojë edhe Shqipërinë, Malinezi, Bosnjë-Hercegovinën, Serbinë dhe Kosovën. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të udhtojë për në Ballkanin Perëndimor të dielën. Ky do të jetë rasti për të përsëritur mbështetjen e BE-s për rrugën e antarësimit të rajonit në BE dhe aksesin gradual në tregun e përbashkët, si dhe për të diskutuar planin e rritjes prej 6 miliardë eurosh të BE-s për Ballkanin Perëndimor për periudhën 2024-2027. Në Shkup ajo pritet të zhvillojë disa takime dhe atë me kryeministrin Kristian Mickoski, presidenten Gordana Siljanovska-Davkova, kryeparlamentarin Afrim Gashin. Vendi ka ngjesur në rrugën eurointegruese për shkak të kushtëzimeve nga Bullgaria fqinje që vendi ynë të realizojë ndryshimet kushtetuese, në të cilat duhet të vendosen bullgarët në kushtetutën e vendit. Kryeministri Kristian Mickoski është zotuar se pas vitit të ri do të shtojë përpjekjet për të zhbllokuar rrugën eurointegruese të vendit.